skenën e teatrit Megjeni në Shkodër u zhvillua nata finale e edicionit të 24 të konkursit ndërkombëtar të muzikës klasike Çmimi Pjetër Gaci. Ky konkurs mlodhi talente të rinj nga Shqipëria, rajoni dhe vende të ndryshme të botës. Juria vlerësoi me çmimin e parë Gabriel Darajati në piano. Jam shumë i lumtur dhe nuk e kisha menduar se do të vlerësohesha me çmimin e parë. Ndihem falënderues ndaj të gjithë atyre që më përkrahen në mënyrë të veçantë mësuesit tim dhe padyshim në nësime. Drejtori artistike i konkursit Lorenzo Radovani tregoi risi tek këtij edicioni, ku tha se kishte më shumë prezencë të pianistëve. Si mirë u rikthy ajo tendenca që në fakt është e përbotshme ajo tendencë, ku më shumë pianistë studiojnë, kishte violinist cilësor, por pianoja dominoi. Ndërkohë kompozitori Senat Gaçeviç, antari i jurisë, vlerësoi nivelin artistik të pjesëmarrësve. Mund të them se ishte një festival shumë serioz dhe i organizuar në mënyrë perfekte. Juria ka patur fatin të punojë në kushtet e një atmosfere shumë të mirë shoqërore dhe profesionale. Vendimet nuk kanë qenë të lehta për shkak të nivelit artistik, por gjithsesi ishin unanime. Dua të falenderoj organizatorët për mikpritjen e ofruar. Çmimi i dytë shkoi për Krisa Gjikën në kanto, ndërsa çmimin e tretë e mori Sibora Resyli në violinë.